Se sikur të kish pos një vullnet politik, ka qenë bindja ime e thellë se s'ka pos asnjë shkelje ligjore kushtetuese për me themelu komisionet, për me mujt me procedu me buxhetin e RTK-s, 3 buxhetet e komunave dhe buxhetin vjetor. Buxheti vjetor ka mujt me u bë ndarës, për shkak se ai don debat më të thellë, edhe është një nën që rregullon me procedurë për shpejtuar, por për 2 të parat s'poku kanë prit një farë mirë kuptimi, megjithatë në të drejtën e tyre disa subjekte politike kanë refuzu edhe si pasoj ka mbet që këto s'mujnë me u themelu pro komisionet parlamentare dhe nuk ka vullnet për tyre për me procedurë për para. Po në rrethonat e jashtëzakonshme, unë menoj si kryetari i Kuvendit duhet me marrë përgjegjësinë për me për forma tjera që me procedurë për para. Njëna për formave ka qenë ai themelojmë komisionet parlamentare, e thirrim një seancë të jashtëzakonshme ditën e nesërme, edhe pastaj i votojmë buxhetin e RTK-s dhe të 3 komunave. Këto nuk e ndalën ligji, pajtohem që nuk ka opozit as opozit. Po me pos vullnet politik, unë mendoj që kishim marrë dakordonc me ndo këtu 14 komisione parlamentare që kemi pos, veç sa fazë tranzicionale për me miratu buxhetet në fjalë. Pastaj, nëse kemi qeveri të re, edhe kemi dikastere të reja, Kuvendi nuk janë ndalën askush për me themelu komisione tjera parlamentare. Që pika e vetme e rendit të ditës që mund të trajtojmë ne si kryesi e re, është thirrja e seancës së re plenare për të votuar ose mos votuar qeverinë e re. Çdo gjë tjetër është shkelje e ligjit, është shkelje e kushtetutës. Ne nuk guxojmë të simulojmë normalitet, Kosova nuk është në një situatë normale, sikurse që nuk guxojmë t'ja lejojmë vetës që të miremi me zgjidhje të pjesshme. Kosova është në krizë, ka nevojë për institucionet, nuk mund të miratoj komisione. Apo kuptoni çka po na kërkohet? Po na kërkohet të simulojmë demokraci, duke shkelur kushtetutën. Kush është pozica në Kosovë? Kush është opozit? Janë 2 komisione që i takojnë opozitës. Kush është opozita? Kënd e mbikëqyr ky parlament? Kush është qeveria? I njëjti njeri që don me ta sjell buxhetin, është edhe ministër edhe deputet. Domethënë nuk do të lejojmë që me vetdije të shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Unë sot pash kapriço politike, pash qasje destruktive nga ana e përfaqësuesve apo edhe nënkryetarëve tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra, në vend se me situatën aktuale të ishin të gjithë të unifikuar dhe të shihnin se cila është mënyra më e mirë për të adresuar, gjithnjë duke pasur parasysh që ne nuk kemi pas një situatë të cilën mund ta marrim si praktik, pra në të kaluarën, ne u përpiqëm maksimalisht që të jemi konstruktiv, të shprehim qëndrimet tona. Pra, ky nuk është buxhet i Albin Kurtit, as i vetvendosjes. Nëse ka një nate me kryeministrin Kurti apo me lëvizjen vetvendosje, unë sot i ftoj që të reflektojnë, që të heqin dorë nga këto inate, sepse po bëhet fjalë për qytetarët e Republikës së Kosovës, e si përfaqësues të tyre, natyrisht që do duhet të ishim në nivelin e detyrës tonë. Prandaj më vjen keq për sjelljen e tyre. Ne as nuk imponuam një seancë, sepse ne kemi pasur mundësi ta zëm me votën e kryetarit dhe të 3 nënkryetarëve, do të bëhej shumica për votim. Megjithatë, ne nuk mendojmë që kjo është forma e duhur, por është dashur që të jemi të unifikuar në raport me situatën në të cilën ndodhemi.